Dhe jemi rikthyer të nderuar teleshikues në këtë pjesë të dytë për të folur në mënyrë të shtruar dhe analitike për procesin e integrimit, për ta kuptuar dhe njohur në detaj atë dhe për të kuptuar më shumë se çfarë do të thonë këto zhvillime të fundit. Jo vetëm raporti i Shqipërisë me Bashkimin Evropian në kuadër të anës teknike të negociatave, por edhe anës gjeopolitike, të gjitha propozimeve që vijnë dhe asaj përpjekje që Bashkimi Evropian gjithsesi po bën që ta mbajë të karikuar Shqipërinë dhe vendet e Ballkanit Perëndimor për të bërë antare të Unionit dhe kam kënaqësinë të kem në studio Arjan Haçkajn i Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim Tirana Connectivity Forum. Njohës shumë i mirë i çështjeve të integrimit. Shumë faleminderit zoti Haçkajn. Faleminderit për ftesën. Dhe ndalemi më njëherë tek një zhvillim që pati dhe përkoj në fakt me ditën e miratimit të i barit të raportit të vlerësimit të piketave të ndërmjetme në grupin teknik në Koelën për ta kaluar më pas te ambasadorët dhe më tej për të pritur 26 majin kur presim dhe konferencën ndërqeveritare. U deshen muaj për të arritur në këtë pikë dhe u bë një zhurmë ndjeshëm e madhe. Pse Shqipëria nuk po hidhte këtë hap të miratimit të këtij raporti që është i domosdoshëm, pra që të kalojë këtë dakordsinë e parë teknike të vendeve anëtare për të shkuar te konferenca ndërqeveritare që shënon atë nisjen e mbylljes së kapitujve. Për ju çfarë ishte kjo në mënyrë sa më të përmbledhur? Në radhë parë, lajmi i mirë që erdhi nga Koela është shumë pozitiv për Shqipërinë. Është shumë pozitiv për gati të gjithë aktorët, është shumë pozitiv për qeverinë, sepse merr një notë të mirë për sa i përket përpjekjeve që ka bërë nga komisioni gjithmonë, po tash edhe nga Këshilli. Është një satisfaksion, do të thosh, edhe i lajm i mirë për opozitën, sepse raporti i dytë kësaj radhe ka marrë parasysh edhe disa nga pikat që janë ngritur vazhdimisht në debatin politik të brendshëm në Shqipëri. Është lajm shumë mirë për Bashkimin Evropian në vetvete, sepse tregon që Bashkimi Evropian ka mundësinë të marrë të përthithë shtetet të reja, ka mundësi që ka aftësinë dhe forcën për të mbajtur dinamikën e procesit të integrimit, kështu që menjëherë mbas Shqipërisë është mbas Malizjes Shqipëria, duhet të thënë që Shqipëria është vendi i dytë që ka mbyllur i barin me metodologjinë e re, i pari ishte Malizja në 2024. Është në fundit shumë mirë edhe për qytetarët shqiptarë. Është shumë mirë për qytetarët shqiptarë sepse mbyllja e barit lejon mbylljen e përkohshme të kapitujve, i tash janë hapur gjithë kapitujt. Edhe sa më parë të avancojmë drejt BE-s, aq më shumë do ta kemi BE-n në Shqipëri. Doja t'ju pyesja, ju thatë është një lajm i mirë për opozitën, sepse ndjeshëm në raportin final ka marrë parasysh disa kërkesa të saj dhe është i përforcuar dhe është më kërkon një llogari më të madhe nga qeverisja dhe nga politika në mënyrën se si do të ndërmarrin reformat, ligjet e integrimit, reformat e ndryshme në parlament për të pasur një proces gjithëpërfshirës. Për qeverinë, sa duke pasur parasysh se si kemi ardhur deri këtu, sa të realizueshme janë objektivat duke pasur parasysh atë ambicie që komisioni e ka mbështetur që në 2027 të kemi të mbyllura negociatat e antarësimit për të hyrë pastaj atij momentit politik që është ratifikimi dhe antarësimi. Nëse do t'i thoshe dikujt që Shqipëria për një vit do të hapte 33 kapitujt, plus i do të mbyllte për një vit e gjysmë, do të mbyllte edhe i barit, do të thoshin jo, nuk jenë Terezi, shko, qetësohu, domethënë nuk ka shans që të ndodhi. Kjo po ndodh. Edhe është me të vërtetë diçka që nuk ka ndodhur asnjëherë një shpejtësi kaq e madhe. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, ju përmend pak më përpara faktin që është marrë kohë mund të ishte adoptuar i barin përpara. Malizji mori një vit e gjysmë, neve na vonua nga shkurti deri tash. Kështu që preset me hapa të shpejtuar. Nga puna jone e përditshme në Institutin për Bashkëpunim dhe Zhvillim, ne punojmë me sektor të caktuar të administratës. Njerëzit në administratë, të gjitha që merren me negociatat, dhe që shumica merren me negociatat, por ata që merren tamam, domethënë 24 orë me negociatat, janë të përqendruar në një punë shumë intensive, 10-12 orë në ditë, domethënë duket me të vërtetë diçka e habitshme që punonjësit e sektorit civil të rinë kaq shumë me kaq përkushtim, por bëhet një punë e stërmate.
u hapën të gjithë. E ngjashme deri diku besoj edhe me pyetësorin atëherë kur plotësuam pyetësorin. Tamam, u habit edhe komisioni, thanë domethënë çfarë po ndodh. Nuk ka ndodhur përpara. Ka kritika për sa i përket këtij procesi, sepse po është një nga komponentët që po vuan paksa që është konsultimi i mjaftueshëm i ligjeve që po kalojnë dhe i ndryshimeve që po adoptohen, dhe është e vërtetë. Në qoftë do më thoshit, në qoftë do më pyesni, ta ja vlen Baraqiaran, domethënë që të fitohet në kohë, po të humbitet në konsultim, do të isha i paaft për t'ju dhënë një përgjigje të saktë. Ajo që për mua ka rëndësi personalisht, po edhe për punën që bëjmë, ka rëndësi që të përfitohet nga kjo dritare mundësie që ekziston tash në Bashkimin Evropian. Nuk e di domethënë ç'do të ndodhë, nëse në 2030 ne nuk do të jemi bandantarë. Nuk e di domethënë bota po kalon në një periudhë kaq të madhe ndryshimesh, pasigurie, intensive gjeopolitike, që ndonjëherë domethënë në një moment në vend që të shkosh në një rrugë, kalon në një rrugë tjetër dhe skenaret ndahen ndoshta edhe përgjithmonë. Kështu që është kuptoj fare mirë ankesat që bëhen për procesin e konsultimit, që duhet jetë me qëndësishëm në mënyrë absolute. Në fakt edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në ditën e Europës në mos gaboj theksoi që Unioni ka shumë të rëndësishme cilësinë e ligjeve, jo shpejtësinë. Dhe te kjo pjesa e konsultimit, por edhe gjithë përfshirjes dhe angazhimit të opozitës, ky ka qenë edhe vërejtja që u tërhoq nga Parlamenti Evropian, por edhe nga edhe së fundmi me këtë të Ibarit. Është shumë e vërtetë. Por nga ana tjetër duhet thënë që nuk i duhet lënë gjithë përgjegjësia qeverisë. Ato janë aktori përgjegjës i ushqimit të proces. Por fare mirë, domethënë qoftë edhe komisioni, fare mirë mund ta alokonte, mund ta parashikonte në planin e tij të punës edhe të disbursimit të asistencës teknike ose të mbështetjes për shoqërinë civile, por edhe për media. Komisioni Evropian. Sigurisht, delegacione këtu të caktonte një shumë të caktuar mbështetje financiare, po dhe me ekspertizë, në mënyrë ta parashikonte se kjo gjë është ditur, që para 2-3 vjetëve, që kur të vinte ky moment, institucionet që merren me kapitujt janë 33 kapituj. Janë një numër i pabesueshëm masash, nëse këtyre ushton dhe masat e planit të rritjes, se kemi negociata 33 kapitujt. Kemi dhe 33 masa, o 32 masa, domethënë në planin e rritjes, janë shumë. Janë shumë, nuk kanë kohë, domethënë antarët e shërbimit civil nuk kanë kohë fizike për t'i bërë gjithë, është e pamundur. Nuk kanë ndodhur përpara kjo që po bëjmë neve, kjo shpejtësi e madhe. Kështu që po kthejmë që edhe komisioni mund ta kishte parashikuar shumë më mirë. Me që jemi te komisioni, ne ndër vite në të shkuarin jemi mësuar për të parë te komisioni, një komision të fortë në kërkesa. Mendoni që fakti që drita jeshile e lehtë që jepet, po e presupozojmë ndoshta është gjykim dhe paragjykim i lehtë ndaj hapave që po ndërmerr qeveria dhe për ta nxitur, për të thënë që kërkesat janë llogaritur dhe pastaj bllokohesh për një kohë të gjatë nga vendet anëtare apo nga organizmat të tjerë që janë brenda Bashkimit Evropian, e ka bërë, më thënë deri diku është një paaftësi e komisionit për ta menaxhuar më mirë këtë proces? Mund të kishte qenë komisioni që ta mbante më në shina, po themi Shqipërinë, në përmbushjen objektive. Komisioni ka bërë punën e tij, domethënë në këtë rast DG Enesti, ajo pjesë e komisionit që merret me zgjerimin. Edhe detyra e komisionit në këtë rast është që të përgatisë anën procedurale, teknike, institucionale, ligjore, edhe ta kontrollojë, domethënë thjesht auditon përpjekjet që ja bërë shteti shqiptar. Është shumë e rëndësishme, procesi i negociatave, ne i themi negociata, po nuk janë negociata. Është një listë me kërkesa, shumë e gjatë me kërkesa që vjen nga Brukseli, edhe që vendi ynë duhet të përgjigjet. Ajo që mund negociohet janë thjesht periudha tranzitore, domethënë që një kush nuk e plotësoi tash në 2030, po kam kohë 4, 5, 12 vjet për ta plotësuar. Dakor, sepse është e vështirë, është e pamundur për ta bërë në këtë moment, ose domethënë masa lehtësuese, këto janë të vetmet gjëra që mund të negociohen, përndryshe asgjë tjetër nuk negociohet. Për të kthyer pozitës komisionit, mos harrojmë për shembull që komisioni ka rekomanduar shumë herë hapjen e negociatave me Maqedonisë Veriut. Është bllokuar nga vendet anëtare, nga Greqia dhe Bullgaria. Procesi i zgjerimit është politik.
Procesin e zgjerimit e kontrollojnë 7 vendet anëtare, mund të vënë veton në hapjen e klastrave, në mbylljen e kapitujve, deri në ratifikimin final. Edhe mund të ta kthejnë dhe mbrapsht. Edhe mund ta kthejnë dhe mbrapsht me do linjë re eksakt. Komisioni bën punën e vet, shtyn procesin përpara. Komisioni duhet ta përgatisë procesin nga ana teknike, duhet t'i japë edhe informacionet e sakta, të cilat i bën, i jep të sakta. Tash interpretimi i tyre është si gjithmonë është politik. A ka veprime politika qeveria në dorë për të qenë më bindse, për të dëshmuar publikisht edhe tek vendet anëtare një vullnet të plot për ta çuar përpara, jo vetëm në anën teknike, por përballë një vendimarrje politike, që themi të kemi një angazhim dhe demonstrim politik në terrenin shqiptar. Hapja e kapitujve dhe mbyllja e përkohshme i barit janë të gjitha të përkohshme. Domethënë nëse mbyllen kapituj është gjithmonë e përkohshëm, mund të rihapen. Edhe çdo hapje, domethënë çdo proces ka planin e vet të aksionit që është i matshëm në një masë shumë të madhe edhe që kontrollohet nga Brukseli. Kontrollohet nga Komisioni, kontrollohet edhe nga përfaqësitë e vendeve anëtare, ambasadat e vendeve anëtare në Shqipëri, në Malzi, në vendet e Ballkanit janë shumë aktive, kështu që kur shkon informacioni në kancelari, në Elize, në Hag, nuk shkon vetëm nëpërmjet komisionit, por shkon edhe nëpërmjet ambasadave të vendeve anëtare që janë prezente. Dhe madje kur nuk binden, çojnë edhe misione faktënëse. Verifikim, saktë. Absolutisht. Kështu që është të gjitha sinjale, domethënë që që mund të japi qeveria dhe që duhet të japi vendi, është që të gjitha aktorët të tregojnë që po përmbushin dhe janë në kohë për të përmbushur planin e aksionit brenda afatit kohor. Dhe vim në një letër të kancelarit Merz për drejtuesit e organeve kryesore, për Këshillin edhe për Komisionin Evropian, për një strategji, për një qasje ndryshe të zgjerimit, ku prevalon Ukraina për shkak të situatës që është në luftë dhe nevojës së Bashkimit Evropian për t'i treguar asaj, por edhe për ta shkëputur përfundimisht dhe për ta përfshirë në Union, sikundër kishte një mesazh përafrues, po themi edhe për vendet e Ballkanit perëndimor. Kishim më herët një letër editorial, bashkë editorial të kryeministrit Rama me presidentin serb Vučić. Kemi pasur dhe lëvizje, propozime nga Italia, Slovenia, Austria. Çfarë janë këto lëvizje në analizën tuaj, zoti Haçkaj? Në vlerësimin tim, këtu janë një ilustrim perfekt i dimensionit ose i natyrës politike të zgjerimit. Që përderisa figura politike më rëndësishme e Bashkimit Evropian, që është kancelari gjerman, propozon një mënyrë veprimi të tillë, do të thotë që ato po e shohin që zgjerimi duhet të kalojë paksa përtej anës procedurale, anës ligjore, anës institucionale. Mua më bëri përshtypje në fakt letra e kancelarit, sepse ka disa elemente që janë prekur edhe në opedin që shkruajti kryeministri Rama me kryeministrin Vučić. Ishin shprehur ndryshe sigurisht, po domethënë asociimi me asociimi i Ukrainës në këtë rast. Po, ishte antar i asociuar, ishte statusi që propozoi të jepej Ukrainës, që kishte çështjen e vetos. Sakt, domethënë pa veto, domethënë ishte një formë gati e ndërmjetme që afrohesh, po nuk bashkohesh. Është diçka që u përmend, që ishte përmendur për këtë radhë për Ballkanin, që do afrohemi aq sa mundemi. Si vëzhgues si vëzhgues, observer, po është diçka që në fakt ne e kemi trajtuar 2 vjet përpara, është diçka që duhet qartësuar në vlerësimin tim. Që është trajtuar gjithashtu edhe në kuadrin e integrimit gradual. Çfarë do të thotë? Domethënë për në integrim gradual është që kur vendi aplikant kandidat i bën të gjitha detyrat i plotson në rastin e Shqipërisë 33 kapituj. Teknikisht do të thotë që të 33 kapituj i janë mbyllur. Të 6 klastrat, 5 klaset janë mbyllur. Dakor? Edhe dokumenti, traktati është përgatitur edhe u jepet vendeve anëtare. Domethënë në këtë rast ne kemi bërë punën tonë, ne nuk kemi më çfarë të bëjmë, sepse domethënë varet nga shumë faktor politik, ku ne s'kemi me përkufizim nuk ndërhyjmë. Por më tepër që disa vende e kalojnë edhe në referendum pjesën e antarësimit. Në shumë vende vitin e ardhshëm ka zgjedhje, domethënë është diçka ku neve jemi shumë të vegjël për të ndërhyrë. Por ajo që ka shumë rëndësi është që ne kemi mbyllur të gjithë kapitujt. Po të them Malizin, qofse janë dhe ato i kanë mbyllur të gjithë kapitujt. Edhe duke mbyllje e kapitujve është super e rëndësishme, sepse tregon që teknikisht, juridikisht, institucionalisht dhe ekonomikisht ose je në të njëjtin nivel, ose je në një trajektore të certifikuar për të arritur nivelin e Bashkimit Evropian. Domethënë, ne i kemi standardet e BE-s, gjykojemi që i kemi
ose të aplikueshme, ose në rrugë për t'u aplikuar brenda Shqipërisë, kjo është shumë e rëndësishme. Personalisht, në momenti kur ne kemi arritur këtë stat, ne kemi Evropën në Tiranë, në Shqipëri, Bashkimin Evropian e kemi në Shqipëri. Pra, pavarësisht statusit je antar apo si antar, ti ke përmbush standardet si kur je antar. Ti e ke sigurinë ushqimore si në Bruxelles, e ke sigurinë rrugore si në Berlin, e ke sistemi shëndetësor si në Paris, e ke furnizimin me ujë duhet ta kesh si, po them, nuk e di, në Rom. Të gjitha këto njerëzit prandaj e duan Evropën. Njerëzit nuk e duan Evropën për të parë kryeministrin shqiptar që tulet në Bruksel. Domethënë kryeministri jon, domethënë është shumë i dal. Është ideja. Është shumë i dal, domethënë pastaj është pak sa absurde që të pretendosh që kryeministri, për me rastin e Maltës, domethënë që çfarë ndikimi ka Malta në politikën e jashtme të BE-s, për shembull. Me gjithë dëshirën e mirë dhe miqësinë që kemi për shokët martesë. Se mendoni ju që ky status që ja dha, që Merz propozon që ti jepet Ukrainës, pra i antarit asociuar, që nuk do ketë drejtën e vetos, një kërkesë që zoti Rama e ka bërë, një propozim që e ka hedhur për Shqipërinë dhe për vendet, pse mendoni që nuk... Jam shumë dakord me kusht që t'jenë mbyllur të gjithë kapitujt. Sepse nuk u sqaruan, që ose kuptova drejt, tek Opedi, që mund t'ishe bërë për shembull edhe me kryeministin e Malezit, Tazama. Ishe pse të shkoni me Vučićin, po nejse. Rëndësi ka që vetë, pas një problem, por me kusht, sine qua non, që të gjithë kapitujt të jenë të mbyllur. Pastaj, votojmë, s'votojmë, veto pa veto nuk ka rëndësi. Pra kjo mund të jetë një etapë graduale, në momentin që në 2027-ën, apo në mesin e 2028-ës, siç e ka përmendur një afat tjetër të mundshëm, zoti Rama, ti kemi mbyllur gjithë kapitujt, mund të kalojmë te kjo faza nëse Bashkimi Evropian do të ishte dakord. Unë mendoj që kjo mund të jetë një nga skenarët, domethënë që është duke menduar, pika parë, por kjo kërkon nga neve që kemi arsyen dhe fuqinë për të kërkuar dhe një gjë nga Bashkimi Evropian, sepse nëse ne i marrim të gjitha ligjet, institucionet, që për ne janë shumë dobishme, sepse na ndihmojnë për të ndërtuar institucionet tona, për të ndërtuar rregullat tona. Ne si marrim për t'i bërë qefin BE-s, sinqerisht, nuk i marrim për t'i bërë qefin BE-s, këtë duhet ta kuptojmë të gjithë, i marrim sepse na duhen. Sepse me ato mund ndërtojmë institucionet, mund ndërtojmë shtetin, mund ndërtojmë kuadrin ligjor. Nëse ne për shembull i mbyllim të gjitha këto kapituj, atëherë duhet edhe diçka tjetër. Duhet që BE-ja të hapi të gjitha instrumentet e saj financiar, kjo është kërkesa jonë që vjen paralel me këtë, të hapi të gjitha instrumentet financiare për vendet që janë në këtë stat. Domethënë nga momenti kur unë i kam përmbyllur të gjithë kapitujt, atëherë kam të drejtë, edhe pse nuk jam bërë vetantar se kam nënshkruar traktatin e aderimit, kam të drejtë të marr pjesë të gjitha instrumentet ku vendet anëtare, 27-at, kanë të drejtë marrin buxhet. Frika se mos ecet me Malin e Zi që është para nesh në këtë moment, me Islandën apo me Ukrainën që propozohet tjetë disi edhe për shkak të rrethanave të saj dhe të gjeopolitikës. A është realiste kjo frikë që nëse bëhet një zgjerim pa Shqipërinë në këtë moment, ne mund të humbasim kohë tjetër? Është rrezik real. Domethënë janë zhvillime që avancojnë në funksion të dritareve të mundësive. Mund të hapet një kod caktuar hapur, pastaj mbyllet dhe nuk e shans më t'i afrohesh. Edhe kjo është diçka të cilat ne duhet kemi shumë kujdes, ku të gjithë partnerët e shoqërisë shqiptare, politik, shoqëri civile, biznes, duhet punojmë që ne të bëhemi pjesë e BE-s në 2030-ën. Nuk e di çfarë do ndodhi më tutje. Domethënë mund të nisemi, tash jemi nisur një rrugë që mund nuk e, domethënë në fakt, në 2014 kur nisi procesi i Berlinit, nëse më lijoni të bëj një retrospektiv, nisi nga që presidenti Juncker tha që deri në 2025 nuk do ketë zgjerim. Edhe njerëzit u skandalizuan. Po kaloi 10 vjet, edhe kohë po flasim për 2027-ën, 2028-ën. Kështu që jemi gati të presim edhe 10-15 vjet tjera kur të hapet dritarja re, nëse hapet. Në mënyrë duhet bëhet maksimumi që të jemi brenda ti kemi mbyllur. Ajo që mund të bëjmë neve është të mbyllim gjithë kapitujt. Një pyetje të fundit të zoti Haçkaj. Duke parë këto afate, 2026, a jemi në mes të 2026-ës praktikisht, 2027 është vitin që vjen, dhe kaq shpejt sa ikën koha, 2030 është në prag, dhe po e shohim si ikin vitet.
ju përmendë se sa angazhuese është kjo puna e përmbylljes së kapitujve nga ana administratës. Po në terren, në zbatimin e këtyre direktivave, e këtij legjislacioni voluminoz që bëhet, e përmbushjes së këtyre standardeve, sa e mendoni që do jetë e vështirë? Shqipëria ka kërkuar edhe fazat tranzitore në Bruksel, por që në fakt është një komponent që për momentin vjen i dyti mbas punës që bëhet për adoptimin e ligjeve të reja. Është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm sepse duhet që të gjithë aktorët, bizneset e mëdha, bizneset e mesme, bizneset e vogla, institucionet, agjencitë, kuadrat rregullatore, nën ligjet, institucionet fillojnë të ndërtohen, domethënë, edhe siç e përmendët edhe juve me drejt, për një vit e gjysmë është shumë e vështirë për t'i arritur aty ku duhet. Do ketë periudha, domethënë të gjitha vendet e kanë kaluar, Kroacia ka qenë e fundit, Bullgaria, Rumania kanë pasur mekanizma tranzitor me kontroll shumë të fuqishëm të shtruar nga BE-ja. S'ka për qenë lehtë, por është siç e përmenda edhe më përpara, është diçka për cilën ne kemi nevojë. Ne kemi treguar që kemi nevojë në mënyrë absolute për të jemi pjesë e një bloku që është stabil, që është solid, ku jemi të linjëzuar me vlera edhe me orientim politik. Edhe me ku nuk kemi zgjidhje tjetër, sepse gati jemi të integruar ekonomikisht në Bashkimin Evropian. Për neve nuk ka sens që të ekzistojmë ose të prosperojmë jashtë këtij bloku të madh, është e pamundur. Domethënë dhënat reale të çojnë të gjitha aty. Duhet që të bëjmë, domethënë, të gjithë aktorët, bëjmë çmos, domethënë, për të qenë brenda, për të mbyllur të gjithë kapitujt, e përsërita shumë herë. Po sepse ajo është detyra. Ajo varet nga neve. Tani, për ta mbyllur fare, në entuziazmin e madh të hapjes së negociatave dhe të gjithë grup kapitujve, kryeministri Rama, duke përgëzuar administratën, demonstroi edhe se sa këtij procesi do t'i vinte në ndihmë ndjeshëm inteligjenca artificiale. Si e keni parë ju këtë gjë? Ka ndihmuar administratën, ka qenë e vështirë, duke pasur parasysh që edhe problematikat tona të her pas hershme me ndërhyrje me sulme kibernetike. Kjo është një pikë që është, nuk jam specialist, ajo që duhet nënvizojnë këtë rast, ose të sjellë si ilustrim është që përdorimi i inteligjencës artificiale vetëm për të bërë përkthimin e legjislacionit nuk është optimal, nuk është përdorim optimal, është diçka që mund të përdoret si shaka ose si ilustrim për të rrejur vëmendjen, por nuk përdoret për këtë punë. Inteligjenca artificiale mund të përdoret eventualisht, ose si e përdorim neve në punët tona, për të na ndihmuar për të përshpejtuar proceset e informimit, proceset e raportimit, proceset e monitorimit, proceset e integrimit të gjitha masave, nën masave, akteve ligjore në një sistem optimal që na kursen neve kohë. Por në qoftë se themi inteligjencë artificiale dhe mendojmë vetëm për kthimin e regjistracionit 120.000 faqeve, është nuk mund t'i besohet verbalisht. Shumë faleminderit që ishit në program. Shikues të nderuar, ishim me Arjan Haçkaj në këtë bisedë, i cili na ndihmoi ta kuptojmë sa më mirë këtë fazë ku jemi në fazën e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian, por edhe të gjeopolitikës që na rrethon dhe veprimeve që do duhet i kuptojmë gjithashtu në këtë kontekst.